Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi kudo që jeni duke na ndjekur ju adhurues të emisionit Një jetë në një orë. Java kalon shumë shpejt, faleminderit të gjithë juve që na ndiqni dhe na propozoni emra të ndryshëm si personazhe të vazhdueshëm të këtij emisioni i cili ka kohë që është duke rrugtuar bashkë me ju. Sonte hapësira mediale do të jetë i ndarë për një personazh të cilin ju e njihni përmes shkrimeve. Shumë për jush mund ta keni pasur edhe mësues, disa edhe koleg partije, por disa të tjerë edhe mik në familje. Zoti Mal Haziri, mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm. Deri e kënaqësia janë të mijat edhe të ju e zot. Faleminderit. Sonte jemi bashk me kthy pakat rutinën ditore dhe me u mundu me u kthy në retrospektiv me atë linjën e jetës dhe aktiviteteve tuaja që ju keni bërë ndër vite. I thash edhe në fillim që njerëzit, komuniteti, shoqëria ju njohin varësisht nga pikpamja që ju keni ofruar aty. Por sonte janë shikuesit ata të cilët do të presin shumë më shumë nga ju e këtë mund ta bëjnë përmes fotografive. Më tregoni, ju shumë herë delni edhe përtej Gjakovës, përtej shtetit, edhe Amerika është bërë një destinacion i shpesht për ju. Si krijues që jeni, më tregoni, cila është ajo ndjesia e vendlindjes kur gjendesh jashtë vendlindjes? Po, ndjesia është prej gëzimit që po shkoj të djali, për shembull atje, deri te ajo latenca shpirtërore që po e la vendlindjen. Pra është pak e vështirë, po shpesh herë edhe mund më thonë se është e bezdishme kajherë, sidomos rruga e gjatë. Unë rrugën e gjatë e kom mërzi. Në aeroplan duhet më shku dikun 10 orë. Ndoshta 10 orë për një destinacion evropian, se për i Prishtinë bën edhe më shumë për shkak të pritjeve në aeroporte mirë, po ja u len për shkakun se atje i kom një pjesë të shpirtit, më thonë kështu. Djalin e kom me gjithnusën, plus i kom nipa shumë, kom atje djemt e motrës, shkepun janë nëpër Amerikën e largët, dikush në Texas, dikush në New York, dikush në Stanford kom qenë unë, aty kom kalu një pjesë. Dhe ne përshëndesim gjithë ata që janë atje përmes këtij emisioni. Faleminderit shumë. Zoti Mal, rrugtimi juaj nuk ka qenë edhe shumë i lehtë. Ju edhe përmes fotografive do të rrëfeni këtë. A do të fillojmë me fotografi edhe ta njohim shikuesin më shumë për gjitha ato fazat e jetës, për cilat ju pretendoni se kanë qenë momente të rëndësishme për ju. Më trego pak, pse zgjodhe këtë rrëfim jete ta fillosh me këtë fotografi? Fillova me 2 prind e mi, babën dhe nanën, cilët në atë kohë pas kanë pas menu si unë nuk dhe tjetoja. Pse kështu? Pas na pas qenë një smur, edhe kanë thonë, hajtë dalim fotografi, bile ta bojmë si kujtim. Kështu ka qenë fillimi. Po. Edhe fotografia shihet si kom qenë i dobet në shëndet ligë, po këta kanë pas atë ndjenjen si mos zot po shkon djali, edhe kështu këta ka dalë këtë fotografi. Por unë më thonë për fillet e familjes këtu, baba ka qenë, me profesion ka qenë kontabilist në atë kohë. I shkollum në kohën e serbisht në atë kohë, edhe mas shlirimit, në për kurset lartë, asi kanë pasrat e deri, në atë kohë deri në kryeqytet të Jugosllavisë janë shku. Po kryesorja ka marrë qatë profesion edhe ka qenë i suksesshëm. Ka qenë kooperativë bujqësore, ka qenë shefi kontabilitetit në Ngërgoc, mas në Bec edhe një herë në Klinë ka qenë. Nona ka qenë amvise. Kjo ka qenë pothuajse analfabete. Mirë po, ma thot një herë, kemi shku me mësu alfabetin.
shkollat e natës në atë kohë. Po. Edhe tash kur aty tha, njëna prej aty në shoqeve të saj, në atë kohë si kjo, po tha, e lexoj, tha e kish mësu, ja kish shkru dikush, tha shoku Tito, tha shoku i dashtën, na mur grunin, na la kashtën. Po, gjo që ish e rrezikshme në atë kohë. Po. Ata i thonë, shuj, thonë se mundet me pas pasoja të rënda. Po. Nona ka qenë dhe zoj shtëpien në fshat, në qatë shtëpinë e modë, se kemi pas nga 35. Çfarë kujton ti nga ajo jetesë me gjitha ata antarë familjes? Me ata antarë familjes i kujtoj, po i tash ato ditë Si ka qenë jeta aso kohë? Janë pa harrueshme, po janë kohë dhe zgjashme. Për shembull? Për shembull, une, kur jam bo 6 vjeqar, më kanë qu me rujt baktin. Po. Edhe, pe klasë pare deri në tetën, praktikisht të s'kom ditë shka është ajo ne janë shpi. Gjithmonë jam konë në zonën me asise, isha pak maj masë tjertë. Dhe më thënë pas shkollës obligime tjera. Po, 6 dhe 8 rrë, kom rujt baktin, po aty mu pat nëzit kjo pasioni me lezu. Edhe i mërësha me veti, i mërësha libra shkollore, po shpesh herë edhe këto Jetë e vështirë, po me shumë kujtime. Po, me shumë kujtime, valla, kujtime tamla, me thonë lirisht. Kur e kuptove ti, kush të tha ty që kjo fotografi është bërë pikrisht? Ma vonë. Ma vonë, shumë. Unë e shisha, po ata nuk më kanë tregu. Po, natyrisht. Tek ma vonë më kanë tregu, thëtë, ti e konë shumë i smurë në atë ko, edhe kem kujtu më s'po shkon krejt. Po, dashti zoti, po, natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është fotografia klasë parë. Po. Më duket 61-62. Këtu janë disa paralele? Jo. Që shumë nxënësa duken? Po janë 2 paralele, janë të ndrimit parë dhe ndrimit masditës. Po është e vërtet ajo. E pas ke pikas mirë, që ashtu është, unë jam në prehen të mësusit. Mësusit Adem, i kanë thonë atër Ademit. Ai tash, kur kom shku aty, në fillimisht ka dash me ndjek për shkollë, për arsyn se isha shumë i vogël. Jem shku 6 vjeqër. Atër ka qenë kufini, të më thonë caku ka qenë diko 7 vjeq me shku. Po, edhe tash po më kanë kisha qef. Pas ke qenë më i përvejur, janë ke arritur me ullë atë në preherin e mësusit. Po i valla tash nuk e di tash i farë privilegji, o konë më ullë në preherin e mësusit. Po, so ka qenë privilegj, so. Po, gjithë kemi qenë në atë kohë, kemi qenë të urtë të mirë. Qëfar figura mësusit, ti ma vonë vetë u bërë mësues, si ka qenë aso kohë figura mësuesit, për gjithë nxënësit? Në sytë tonë ka qenë gjithë shka. Kur se në ketonën e këndeshme është edhe drejturi. Po. Mirë, po autoriteti mësuesit ka qenë i pakontestueshëm aty. Jo se kur tash po mendoj këto devizët e tashit se i shohim nani për shkollën e për ato. Jo. Atër ka qenë disiplinë, mësim edhe kulturë. Edhe kultura e parashitjes edhe kultura e përshëndetjes se krejt ato ne i mësojshim. Në atë kohë kemi pas mësu, që të vërfërinë tonë, që të kushtet tona, shkolla nuk ka qenë ku me ditë sa, po me gjitha këtja është mësu mirë. Kanë lexu, kanë mësu, edhe për kushtimi këtyre mësuesve që nuk kanë qenë qashtë shkollum në atë kohë, ka qenë shumë më i madh se ai sotshmi. Ato e thëmë me kompetencë. Pse thoni? E thëmë për arsye se këta gjithë shka kanë ditë, e shka kanë mujtë me parashit, para nxënësve nuk kanë kursy. Kurse tash po më duket si është pak një shkarje, është në arsim. Nuk është bashkë krejt që ashtu qysh duhet më shku. Nuk shkon kjo kështu. Po, dhash zoti ndryshojnë vetanat. Ndryshojnë njerëzit, besoj, kështu. Po. E që kjo është. Kujtimi bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Ku do të na shpije fotografia tjetër? Kjo është klasë 4 tash. Klasë 4 pak më unë jam i pari kënej ullë. Këtu,
mësuesi ka qellu t'jetë edhe kushëri i nanës. Daj, pak më i lartë, po kushëri i nanës. E në pjesën e dytë më ka dhënë mësim Mark Nika jo konë, i fshatit tonë konë, që ai Markusit patëm paraprakisht një bisedë. Bisedën, po. Po. E kjo në atë kohë, kur më ka dhënë mësim edhe ai, që aty për i klasës 4 në 5-ën, interesant të kom pas një dyqysh personalisht, të kom një vetën si kom kalu një shkallë shumë të lartë për të 4-ës në 5-ën. Në më thoni, psikisht edhe, që më thoni, fizikisht, e mu do kësi, kom... Pse ndodhi ky vetë pëlqim të ju, se një farloj vetë krenarie, interesant, për shkak se ta dha mësuesit nisha vetën, si më thonë, thjesht dhe nisha matë meqëm. Thjesht, dhe më thonë, dyqysh një farë frymëzimi, një farë ashtu, kur kom dalë klasë 5, mu ka duk si jam rritë. Po, atëherë Ke qenë vëllësi mirë? Po, i shkëllqyshëm kom qenë. Po, në atë kohë kom qenë i shkëllqyshëm, edhe po thuj se këtu ka pas të nëzënës atjetë shkëllqyshëm, të mirë kanë qenë. Edhe me këta gati dejnë klasë 8 në pjesën matë madhe, ty ne kemi shku dejnë klasë 8. S'kemi pas fotografi të një 7-ave, 8-ave, 6-ave, ty nuk maj menë si kemë bon fotografi, se që ashtu në katona atje. Cilat kanë qenë ato takimet e shkollarëve, do me thënë, kur jeni takuar, kur keni biseduar, keni bo një jetë kri tjetër në brenda shkollës, Po, takimet nga, për shembull tash ish varësisht afinitetit si e keshe, për shembull, na si nxënësa pak më të mirë mi konë një grup aty, tash ta tjerë të afreshin me neve, edhe unë ndihmojshim me njëri tjetrin, dikush e njeh ke matematikën më mirë, dikush e njeh ke gjuhën letërsi, dikush e njeh ke dituri natyrën në atë kohë. Po edhe kështu jemi konë komplementar me njëri tjetrin, kemi punu mirë me njëri tjetrin në atë kohë, kur si harroj këto e rrethona si nuk harrohen lehtë. Jo. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu Ku është kjo fotografi? Kjo është në fshatin Krajlan, kom pas dalë në 74, 75, 76, 76, jem konë 2 vjetë aty. Dhe më thëmë para 50 vite. Po. 50, më shumë vite. Këtu është një grup i arsimtarëve, nështë nuk janë gjithë këtu, po unë jam në rresh në epër i dyti. Ju keni punuar si mëdhënës si matematikës? Jo, atëherë në fillim kom punu si mëdhënës si gjuhës Shqipe. Edhe ma patlon drejtori atëhershëm, ma patlon për shkak të prirjeve. Për shkak të prirjeve, se atëherë me shkollë normale, u duke shkolla, s'pako shkolla lartë me qenë aty. Po me shkollë normale, për shkak të prirjeve, ma lanë ato, dhe më do këtë si thonë, nëzonësat tash thonë si me sukses e kom kryat detyrë, nashta është që ashtu. Une këtë drejtorin një pari, dyti, treti ullë, drejtorin, gati si ma shumë për këte, e kom qitë këtë fotografi, ka qenë një burë shumë i mirë Tafil Ibrahimaj. Edhe në kohën 90-at, kjo ka punu në kohën më të vështirë, do të thonë, edhe 90 ka qenë dhe drejtor këtu, po ka qenë edhe 90-at të një. Ndërkohë kanë qenë dhe drejtor atjerë, Skënder Hoxha do. Pse e ki vlerësuti që ka qenë menaxher i mirë i shkollës? Se në atë kohë ka punu me dokumentacion të Republikës Kosovës, kë. Sikur edhe tjertë. Mirë, po kjo është maltërtu shumë. Sa që, kër e kanë qu atje e kom përvu edhe unë jam konë atje në atë supin atë hershëm, e kanë ullë në stufë të nëzetë. Çfarë maltretimi? Në stufë, po. Një maltretim, prej maltretimit ja kanë bo. E kanë ullë edhe në stufë nëzetë. Edhe prapë nesër me ka dalë në shkollë që ashtu me i djegun. Një patriot i jashtëzakonshëm. Një patriot i shkelqyshëm rrallë si kë. Po ju pse shkuat në sigurimin e atëhershëm? Pse ju ftuan? Në 95-ën, për shkak
veprimtarisë politike. Veprimtar, do të flasim pastaj Po, për do të flasim, veprimtarinë po, po, politike, po. po. Po këtu nuk kishte mësimdhënëse femra? Apo Në qatë rastisi kohë, të jenë vetëm jo, në meshkuj? qatë vit nuk ka pas. Të gjitha. Vitin tjetër ka ardhë, ndoshta njihni një shoqe shumë e mirë, një zonjushe e mirë në atë kohë, një arsimtare e mirë, Sultane Lila. Nuk e di tash a njihni Po, Sultane unë Lila, e po njoh, Sultane po. Lila ka ardhë dhe ka qenë shumë korrekte, shumë një arsimtare e mirë. E dëshin zonzat ata. Për shkakun se ishtë shumë e afërt me Po, në kolegë dhe me zonza. natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu jemi ndoshta në vitin e 4. Nuk jam bash i sigurt tash. Jemi në Shkukës. Në zonësat e normales. Kemi pas atë ditë ekskursioni, ditë fushimi, me dalë në fush me nejtë, po. Edhe jemi një farë, pas ka pas qenë aty një farë grumbulli e dheut. Edhe këtu jemi unë me do shok, po për fatin e kesh, disa shoqeve këtu të atë hershit, ja ku më harru emnet. Aha, Po. e kuptueshme. Edhe këtu disa nuk janë këtë jetë, për fat kesh, si vjetë ka vdek. Para, dyta, që ajo shika aty, Po, si vjetë ka vdek, ndjes past edhe tash edhe njoni qaj me cigare, qaj miku që shoku, po ka vdek. Tjerët jenë Zoti Mal, normalistat e asaj kohe kanë qenë, po, ndoshta mund e të tash për mollin, gjenerata më e shkolluar asaj periudhe. tash do të flasim veç, nëse Po, më lejohet patjetër. me lexu një poezi të kushtuar këtyne. Ah, shumë bukur, patjetër. Këtyre shokëve. Po, shtyre shokëve të mi, të shohim ishim dikur, Po, ishim 33, me 33 ëndra, palosur në skuta qantash, e në një ditë qershori dite për himt me shi, një lamtumir trishtimi e shkruam me gryrje, në murin e shkollës normale në periferi. Atër periferi ishte shkolla normale. U bem kërkimtar shtigjesh, rrugës së qumshtit duke ndjekur yllin polar, dhe o sëllëm në rrath gëzimi e her hidhësësi jete si pelimi në arë. Ishim 33, vasha e djemër josh, që të parën dashuri ndjelëm ndaj njeri tjetrit, se shpirtat e zemrat i kishim më afër se ka për cyllin e vdekjes, e ngjizur kishim polenin e mjallit të jetës. Ishim 33 dhe me mbi gjysmën e tyre kur së takova më. Gjurmeve kërkimtare trup e thurur rash, i humban kanjon e erri dhe asnjëherë me si pash. sa bukur. Vargje të rira, të bukura shumë. E tash për shkollën normale, muj me thonë si zër arrihet ai nivel i edukimit dhe i arsimimit që kemi marrë atëherë. Na kemi qenë gjendje të gjithë me punu pa probleme, me punu edhe në ciklin e lartë shkollave fillore. Po, Kemi të përgatitur. Po, të përgatitur për arsye se na në vitin e 5 për shembull kemi mësu 5-16 metodika lëndësh. Që është primare për mësimdhënie. Për mësimdhënie. Po. Primare për mësimdhënie. Plus pedagogji kemi pas pothuajse gjithë ciklin. Edhe logjike, psikologjie, sociologjie, këto i kemi pas domethënë lëndë, cilat na bëshin para nxënësve, na bëshin të përgatitur. Edhe sot e kësaj dite normalista që në kanë ardhur mas meje, hala sot ka në për shkolla aty këtu, hala i lavdojnë për kushtimin se ka. Se keni qenë edhe si generatë njerëzve të gjithë mësimdhënës, kuptohet Po, normalistat, për qatë- mirë po edhe si një elite caktuar. Ishin edhe
profesorët ata që jepshin. Më thonë ende përmendën dorëshkrimi i normalistave. Ja, po. Atë shumë i keni kushtuar rëndësi dorëshkrimit. Dorëshkrimit, tash mi pa ditarin, nuk po thom timin, vish mi pa normalistave, mi pa ditarin për shkrimin që e kanë bon, atë mrekulli, atë dorëshkrim që të lenë përshtypje se është kaligrafi e arritur, po, është suksesi madh dhe marifeti madh. Ka qenë kriter, Ka qenë kriter, po. Ka qenë kriter. Pas kësaj fotografie rinore, mund ta quaj kështu kur... Këtu ku jemi? Këtu është mas 4 vjetë punën në shkollë, këtu viti pa e studimeve. Këtu e kom pikas këtë fotografi, jemi në kulm të konviktit numër 3. Konviktit numër 3 i ka pas do studente, jaj atje me cigare. Aja është njëni prej udhëhezëve në të dhëtënishën të demonstratave. Sylmuja. E kom pas shok të shpirtit. Tunë jam me që dorën kështu. Po. Edhe kanë qenë Yusuf Hajdari, studenti i që ky në Frant këtu, po. Studenti i bujqësisë, agronom, ka qenë dhe Tom Hajdari ma tonë. Ma tonë pak ma i im aty. Po, na kemi dalë pak si, ka qenë kësi protest pak në atë kohë. Rreth garsonjerave, të konviktit. Të konviktit, rreth garsonjera ka qenë një farë balkoni. Në atë balkon ishin shumë bërlogjet. Për shkaqe, unë nuk e di, na ke mujtë me gjujtë në letër për i dritarës anej, po për çfarë shkaqesh na nuk e dishim pse ka as bërlog aty. Edhe i ditë për i ditë në shaj proteste, po dhe janë konë të tjera hesape, fillu studentat me i morë, me i qu për pjetë, me i ushni flakën dhe me i qu të poshtë. Dhe tash ato ne të bon të mërshme, se ish mundësia me u kallë konviktet. Ish edhe ajo mundësi. Mirë po ish kjo, që shmë thona, i rebelimi që kishë fillu pak ma heret. Ndërku, për i Serbije vishin këngëtare stradash. Edhe tash. Femnat tona, pak ato si ishin pak pa parëgjykim, si ishin pak ma moderne, aty i dëshin këngët. I dëshin këngët edhe shpesher këta studentat tanë, kur ishin ashtu, tash ju vike pak i nati. Natyrisht, kuptueshme. Ku shokona i Beogradit vike aty, dhe këta vrapo ishin rinia mas tyne, edhe tash për mës mi leju ata, ashtu, filloj një farë të studentat filloj të lidhet me folklorin tonë. Tash dëshin me shqu folklorin tonë. Në folklor tonin, për shembull, Shkurtë e Feza në atë kohë. Shkurtë e Feza, me do kongë që i merke pi atje, pi Shqipnije, edhe i promovoj këknej, filloj tash zimi studentave, ai zimi kombëtar. Se bollmo u bo me ata, me estradën tyne. Dhe ju kishit këtë lloj proteste në këtë formë? Ne kishim këtë lloj proteste në këtë formë, se s'kish formë tjetër. Ma vonë, ai djali aty me cigare në gojë, Sylmuja, Ali Laqin e kom njoft personalisht. Ndoshta një herë 2 jam taku me ta. Edhe një grup tjetër studentave që i nje opinioni, atër në të dhe të nishën shpërthej ajo. Edhe ka qenë njëna prej, që shmë thonë, epopeve të lavdishme televizjes shqiptare. Televizjes për... Po. Natyrisht, dhe komplet prej studentave. Në 74, për shembull, kjo Kushtetuta Kosova. Kushtetuta Kosova fitoj ato që i fitoj, nuk i në konë nivelli ullët, gati u barazu me Republika, mirë po, këta me njëherë fillun Serb, shëvenizmi Serb, me njëherë filloj me
me i shpërfaq orekset e veta për mi autonomin mi shkatru. Kuptohet. Me vdekjen e Titos në atë kohë, ata me njëherë veç u zgjun. Edhe njëtën ku u zgjunën studentat tanë. Të cilët pastaj dolën. Shishin kohën kur u dufke mu ndesh me ta. U dufke mi bëhat beten si thonë, finale me ta. Edhe ai zjarri studentor shpërtheu. Po, zjarri studentor shpërtheu, edhe bile une në 81-shën kesh këthy prapë në punë mas 2 vjetëve aty. Edhe tash po vjen një kolegë jemi Skënder Brahimaj, po vjen e kisha dhe si daj atë, po vjen edhe po tha, gjaki deri në gjumë, tha në Prishtinë. Kur marrë ashtu, nësë kishim dëgju për arsye se tash lajmet në atë kohë mediumet tona nuk jepshin aso lajmesh. Natyrisht. Ishin të filtrume, ishin të shoshitne. Po të shoshitne ishin, të më thonë nuk të ishin me dalë bashkë qashtu. Zëri Amerikës po, kish pas thonë, po nëse kem dëgju, ai po thetë në mëngjes, tha, gjaku tha deri në kundë Prishtinë, sa u stepëm në aty. A i kishë ndëgju, ishë dikund nashta 12 mars i 81-shës. Edhe unë veç më ka shpetu ajo fjallë. Gjo që muj këmu më akmorë, se kishë edhe ati, asisi ishin shumë të dhonën mas sistemit. Po, mas sistemit, po. Të qartë. Unë e thash, tash prej të ashrit, kur mos ka me qenë njësoj Kosova. Më vishë më dha ajo fjallë. Po. Ata pak ma zunë të madhe, dalë, shu, leat po, se kjo shuhet e po, ata nej. Se e thashun. E thash po. E bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu është baba jem, në krah të mojt i fillimit, edhe nja 3 tjerë aty. Pse zgjodhe këtë fotografi? Këta zgjodha, këta është kooperativa e Gërgocit. Po. Në kooperativët Gërgocit punonin, nështë në atë kohë që shkom dëgju të folë babaj, punonin diku nështë 50 punëtorë. Do më thonë 50 familje kishin të ardhura. Në fshat, ta në dim në qëfar gjendje aty o konë. Jërë mas pari, toka u punojke me almiset vjetra, hala. Kuptohet. Me umi, me ato, me kuaj, me qe, me ato. E këtu, kur kanë ardhë këta, kanë organizu në atë ko kooperativen me makineri bujësore. Edhe bashkëpunimi me ta, kooperimi, theshin atë ko, kooperimi me këta, ka qenë shumë i suksesshëm. Deri sa kanë pas fuqime e majtë. Një fazë e re, diqka, një punë e re. Një punë e re, bile edhe sot mendoj kooperativa, se kur ka qenë për shembull kooperativa e Becit. Nuk o duhet mu shumë. Unë mendimi jam është. O duhet prapë edhe në këtë sistem, edhe pse sistem i rifunksionalizu. Po, edhe pse sistem i marrëdhënieve të reja tash kapitaliste, qysh mi thonë, demokratike po, kish mujt me funksionu edhe tash. Kish pas me qenë ndihmesë e madhe. Në atë kohë ka qenë ndihmesë e madhe. Kooperativa e Becit, ka shku baba ka punu aty një kohë. Po. Ka pas 900 punëtor në atë kohë. Edhe ka pas makineri ndërmat në ndryshmet. Ka pas me 100 hektarë vneshta. Ka pas mbjell në kryshin e Rakocit, të theshin. Ka pas mbjell edhe kësi Manatherën. Prej Zagrebit me vishin kompanit Zagrebit, vishin e mershin të frest Manatherën me kontejner ftofs. E mershin me qeshin maton. U shit kënë atë kohë diku, se shkojshin më nëzonza na me vjell, po. U shit që në diku një krejt e vogël, një 7 marka. U shit kënë një sepet i vogël, që është më thonë, një kuti e vogël. U shit këtë më thonë, ka pas rëndësit madhe këto, kanë pas rëndësit madhe. Po në zënësat këtë angazhimin e bëjnin vullnetarisht, apo? Po, vullnetarisht, i po ishim, shkojshim me... Shërbim kooperative. Po, shërbim kooperative, dhe ish një far aftësimi për në zonë sa
qysh me u paraqit në punë, qysh me hynë në proces të punës, qysh me vjel, qysh me këndu, po edhe këndojshin aty. Edhe kështu isha ajo I ka pas ato benefitet e veta. Kalojmë te fotografia tjetër. Bukra këto fotografi. Këtu jam ushtar. Po. Vesh këshyre çfarë face kom pas. Ma kesh se sëd. Këtu, kur kom shku në ushtar, jem koni mërzitur shumë, për më mashtu mërzin, kur kom hy mu pranu aty. E kom pas rilindjen, edhe e kom pas një, nuk e di dhe i gazet tjetër, shfara kone ajo, po edhe hyna, i theshin ajo, ka qenë dhoma pritjes aty. Po. Edhe ish një kujdestar aty, një asi, shka ke e malazeza serba, nuk e ditash, njoni pistyri dëve kese, ata tjertë nuk bëshin ashtu. Si kom hi aty, tha, pse e vënu? Unë si shra vënu, unë kisha tek nesrit, me u parashit në komond, po shkoha i ditë për para, parashit, mësë me ka thonë qatë fjallë. Edhe kur shkoj aty, ma mur rilindjen edhe ma nëshojnë në kosht në përlogit. Qfarë të senimi? Edhe tash po une ta kisha bo qatë hapin, se kom qitë mërem, mi pas gjbon, kur në të ushtëri shku si isha. Kur? Ja, si isha shku, isha ik, su kur kanë ik edhe plot. Po, si kanë ik plot. Isha pak edhe me mosh, isha se nuk kom pas shku, aty kish 18 vjeqar, kish 20, unë isha 26 vjeqar im shku. I rash ashtu. Nuk më kanë thirë ma heret. Edhe tash pej gazepit, kom pasra në pesh. Një kohë kom qenë kështu. Jo si kisha dishka. E fillove me shqetsim. Po, njeva shpirtnisht. Shpirtnisht, po. Edhe e marrën një letër, ja shkruj kur u lodha shpirtnisht u lodha. Ja marri letër edhe shkruj në letër të babës, e shtina edhe në letër për qarkun ushtarak, qarkun e regrutimit të në Gjakov. Po. Shqipja shkruaj, sa ta shqiptar ishin, tant ishin, mua ta më kishin qu. Ja shkruaj letër, e thët baba, thët kërë kanë morë, kanë lezu, kanë qajtë. Edhe ja u qohë që të fotografi. Pse ti emocionova aty, po atë shkrim shpirtëror? Po, pra, jo thash, a është ushtri kjo me, se ndëgjojsh atash aty, kom edhe një rast, që do ta tregoj 2 minuta nashta në i merë, ndëgjojsh që i maltretojnë natën. I kanë morë prej kërvetit, ku ndëgjojsh ashtu, ta shone, e nisha shpirtnisht atë punë. Mas shumë të shqiptartë. Pse shqiptartë? Ish 82-shi tash ish, edhe në 82-shën, kjo ish hala, ishtë kjo qeshtja në demonstrata tu aktualizu, po. Po, ja, aktualisht. Qeshtet demonstrata, ju jeni kështu, të më thonë ato, te i kalojshim. Dhe shqiptarët i maltretonin shqiptarët? Disa tash. Një rast ishim në, nashta se zjata shumë. Një rast ishim në borin aty, në plato ishim. Edhe tash ishim këtë formacionet të rregullume. Tash unë erdh një për orë, erdh afer meje, edhe po i thet shokut afer meje, po i ishin njësis tjetër, e kishim në mes aty, e kishim një ndamje. Po i thet, tha, ti tha, në shtëpin tonë, tha, i kemi gjetë 40 kg i kemi gjetë material propagandistik. I ka gjetë shërbimi jonë, tha, atje, në Kosovë, tha. A është student i vitit 3 kimis në Prishtinë. Djali i urt, djali i mirë. Po tash e kishin atë gverrin e demonstratave. Natyrisht, po. Edhe tash e kemi pa atë djal atë ditë. Edhe një ditë e kemi pa, e kishin pas rah shumë, e kanë qu, o konë një spital aty mrena qarkut. Ka qenë aty një spital, edhe pishohim, po na bën me dorë për i drejtarës. Kur nuk e kemi pa mo?
As nuk e dini që ka ndodhur me As se fatin e di, tij. kemi pyet, kemi gjitha ato, jemi mundu edhe nëpërmes familjes, andaj kur se kemi pa mo. A vdish, e qun, e kthyn. Se kanë qenë ato korat kur ushtarët kanë shqiptarë. qenë për burgje, ato në për burgje të Serbisë në atë kohë, një zëtë e din. Se në Maqedoni kom qenë, në Shqip kom qenë, edhe në Titoveles. Interesante ky Jo, po, rrëfimi juaj i shumë. është si s'mheket kur prej shpirtit, s'mheqet pa t'java. Kalojmë te fotografia tjetër? E tash, kjo fotografi ka qenë para asaj, kur kom qenë këtu. Mësus në atë kohë, dikon është e vitit 75. Po, 75. E ke dashur mësimdhënien? Po, e kom dashur, e kom shmu, edhe sa kom mujt, e kom shprenda. Po. Qa ka qenë nxënësi për ty? Nxënësi për mu ka qenë fëmijë i lindur mbi shpirtin tim. Normal si ka pasë nxënësa cilët do më thonë kanë qenë pak ma batakgjie masi. Mirë po, në përgjithësi, misioni i mësuesit, misioni jam në atë po flas personalisht, e kom marrë si shejt. Po. Për mu nxënësi ka qenë gjithçka. Me thupër, jam shku veç në fillim. Po. Veç në fillim, i shisha kolegë tjerë mershin kaj thupër. Veç në fillim. Kur thupër s'kom përdorë ma. Kur? Jo. S'kom përdorë thupër. Jom mundu unë edhe shokët e mi me ndërtu një autoritet që ata me u skuq, jo me u frigu. Po, kjo është e rëndësishme. Kështu ka qenë ai, si më thonë ajo, dëshira e gjithë secilit mësimdhënës. Dëshira dhe përcaktimi jonë. Kalojmë te fotografia tjetër? Kjo është fillimet politike. Angazhimin politik. Angazhimi politik, ndoshta çatë ditë kur kemi formu në ndegën atje të LDK-s, se tash pidhëturit, si u formu në Prishtinë ai kuvendi konstituiv, ndoshta ka qenë Morsi. Po thëm Morsi, ka duhet me qenë edhe tash qatë ditë i kom pru materialin prej mbledhjes që kishim majt atje. Krejt komplet i theshin atë kohë lidhja socialiste. Nashta e man, ti ka qenë e re atër. Po. Lidhja socialiste, në atë kohë krejt komplet u shëndru në LDK. Lidhë demokratike të Kosovës, ishin, na erdhen këtu do përfaqësues, edhe të rinisë, farë kanë qenë ata, na erdhen aty, na nimun këtu. Aty mirë po komplet. E tash mu më zgjodhen kryetarët të Nëndegës. Se Nëndega kishte edhe aktivet në atë kohë, si ma statutit. Dhe u dashke të merresh me zgjerimin, të aktivistëve. Po, me regjistrime, me ato, krejt, për një kohë shumë shkurtë i kemi bërë regjistrat, i kemi bërë ato, komplet, jemi ardhur dhe kemi punë gjakohë. A ka qenë punë vullnetare ky angazhim aso kohë? Punë vullnetare ka qenë. Ja, krejt vullnetare. Po. Do më thonë, nashta epopeja ma shëndritshme popullit tënë, sepse tash, krahasim me vitin 81, po them edhe këtë. Kur u kërkoj ke Kosova Republik me hatër e me zërë ato që shënkon aty. Mirë po, ish ai sfondi, ish shkurt leninist, marksist. Kuptohet, po. Po, mbi gjitha kombëtar. Ish. Tash me mendësitat hershit, kur Ibrahim Rugova me krejt popullin në atë kohë, shumicën absolute të popullit, me mendësit të dhënishës nuk më shë tash me bo politikë ma. Politika tash ishe e ridefinume me ramin e murit Berlinit, ishe e ridefinume tash. Demokracia, Bashkimi Sovjetik u shkërmësh. Edhe fillu në era të reja tash të na. Edhe tash Ibrahim Rugova me atë qëndrimin e vetë, njerëzore, kombëtare, politike, krejt ato, e vuni në binar një rrugë të re.
rrugën e krijimit të miqve mas pari, se na s'kishim miq. As Sloveni nuk njeken atë kohë. Thëshin ju të jugut atje, ju të jugut. Do të thonë nuk njeke. Tash ish rruga me bë miq. S'dyti ish rruga me bë aleatë dhe nesër për luftë, edhe aleatët. Po. Edhe një rrugtim i ri popullor me u bë ai theke mu shëndrun. Ne duhet mu shëndru theke në popull politik. Intensa, duhet me qenë gjithmonë dhe synimi jonë me u shëndru theke Ibrahim Rugol, që e kom një disa herë, po. Theke me u shëndru në popull politik. E kjo kanë qenë ditë e para kur kemi shku aty. I entuziazmu dukesh nga foto, po. Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Entuziazm. Po. E tash këtu, kërë më këthy mas Prishtini, më këthy në Xhabel. Po. Këtu është grupi arsimtarë të Xhabelit. Aty ki shërby? Po, kom shërby, këtu matematika atëherë. Po. Ma lanë matematikën për arsye se tash I kisha unë si lëndë atje, matematikë, fizikë edhe ato. Këtu ma lanë matematikën 10 vjetë, me këtë djalin afër Kaçarrelin. Po, Agrën Kasumin, na dytë kemë dhonë matematikë aty. E këtu është, mi po të nësu pak, këtu kemi një dëshmor ky Gani Ibrahimi. Është, ka qenë me mu normalist në atë kohë. Ka qenë përpara. Gani Ibrahimi është vra të urat të liqit. Edhe është vra së bashku me Bicurt. I kom njoft personalisht ata vllaznit Bicuri, jo me këngëtarin. Nuk jem njoft kur i herës në kara rasti, po me ata tjertë, po e kam qartë. Tjertë I kom njoft ata djemë tjerë, tash mjeken e emrat. Me 7 maj më duket. Po me 7 maj. Me 7 maj nëse nuk Ky ka ardhë I Patathon në atë kohë. Isha në fshatin e tij ku ish shtabi I UÇK-s. I Patathon thash mos gabo me shku në qytet, mos gabo me hynë në qytet. Gruan dhe fëmijën ti kom pa. Ishin shumë mirë. Petrit mos e ka pas emrin Bicuri? Duket njëri që është, duket nëse nuk gaboj. Petriti mos ka qenë djali atij si o vra aty. E ndoshta. Po që tash doli kjo. Natyrisht. Iku. Po. E kjo o vra aty, o vra. Edhe I Patathon mos hynë qytet se jeni të rrezikum në qytet, ne as delshim kur një në qytet. Edhe ose delshim në tërthora si. Delshim nëpër rrugë, kajherë nëpër qëtë lumin krena. Po. U duke me hyjë, me dal me morë mjetë po. Për jetës. Shkojmë te një fotografi tjetër, interesante, edhe ky rrëfim. Ku je këtu? Kjo është e 14 korrikut 94. Ku vendi I dytë I Ligjës Demokratike të Kosovës. Në front I pari është Arber Xhaferi. I dyti kënej është Besim Bokshi. Atë burin më atonë nuk e më harru, nuk e një, Gjergj Sokoli. Gjergji është profesori Gjergji, ndjes pas lavdi I qoftë. Unë jam aty me syza, këtë pari nuk e një mirë, Ramadan Jetishi më atonë. Atë ditë, kjo... Ka pas figura ky kuvend, ha? Aso kohë, ka pas figura... Figurat, tash në kuvend ishim... Aty ka qenë edhe Bardhyl Qaushi, profesori I rangut më të naltë se kem pas për drejtën romake në atë kohë. Edhe Ibrahim Rugova na tha ditë, tha pejtashit, tha, na duhet me, qëtu ka përmend atë fjalë, si na duhet me mendu dhe me vepru ndryshe. Politikisht, për arsye se në 90-at kur nisën luftat në Bosnë, edhe në Kroaci, ata e patën josh Ibrahim Rugovën. Është I djoftën një takim në Sjeka ko majtaj, e patën josh thët nis në frontin jugor. Kjo thët këshyrim. Me pas nis qatë herë frontin jugor, na me pas hynë luft, na ishim damtu mazisa ata. Ata 200.000 vra.
200.000 njerëz janë vrarë në Bosnjë në Kroaci. Te na kish bë masakër edhe ma masovike kish pas. Do më thënë një vendim... Do më thënë një vendim që na ka pru edhe në ditë të sotit pa ato humbjet ishin të mëdha, ishin 12-13.000 vetë në atë kohë. Ku vendet aso kohë të lidhjes demokratike kur mbashin I kishin edhe ato vështërsitë e veta. Në rrethonat që zhvilloheshin. Ne kemi majtë në show një farë, u quaj ke farë lokali atje në mes Fushë Kosovës dhe Prishtinës show. Se këta njëkohësisht ishin... Aty kanë marrë pjesë 50 agjencione mediatike. Kanë marrë. Do më thonë televizione, gazeta kanë marrë pjesë të huj. Do më thonë 50 të hujat ishin ato. Të hujat ishin për neve dhe shkrit kanë marrë pjesë. Serbet kërkoj falje shumë. Se nuk duhet po thonë ashtu. Po kanë marrë pjesë edhe TV Beogradi, do tjera kanë bërë. Por me... Se në mesin e këtyre kishte shumë aktivist të çështjeve kombëtare. Ja, gjithë, po thuj se ishin gjithë. Tani ishin bashku se kjo LDK e ka vujt edhe këtë hesap. U infiltruan, pa thonë, ishin infiltruan. Ata kishin të drejtën aty. Po edhe ishtë burgosurit politik që nashta ishin për çështje krejt ordinere ishin shku atje. Bile theke profesori, Bardhyli. I ngjo disa aty. Ishin shku për çështje ordinere në burg, nuk ishin për çështje kombëtare. Ndoshta për vjedhje të pyllit. Edhe kur del ka aty në para mikrofonit theke, unë jam theke I burgosin politik. Tash po del gjë I dyti I burgosin politik më del ka aty. Gjorësis nuk ish ashtu. Se kish fillu tash gryrja për mrena kalas. Se ju e dinit kush ishin tamam saktësisht të burgosur politik. Po, burgos politik, ne I gjishim me emna, me mbjemna, unë ta thash ato, a I 10 vjet I ka morë Sylmuja. Po, natyrisht. 10 vjet, tash po tu më thonë, aty humbe I vlera, përzije I vlera. Përzije I vlera dhe përzishin konceptet. Dëmtimi kalas, si që po thuni ju, gryrja. Morja për mrena kalas ka qenë intens, ka qenë synim, gjithmonë, edhe deri sa murën në kohë sotit. Kjo është e vërtet, ta shpohim për kohën e bukur. Le ta kuptojnë, besoj. Ja, duhet me kuptu. E kuptojnë. Se nuk është bash lehtë për shembull një epokë tillë ku për çdo ditë 300.000 vetë janë kohën në aksion. 300.000. O me aksionin për familjet e varfra. O me aksionin për lloj aksionesh cilat në atë kohë I organizojshim na në Kosovë 300.000 vetë për I ditë delshin aksione ndryshme. Tu jeni mu familjeve të varfra, tu jeni mu shkollës, parët për shkollë duke mi bashku dikush. Tu jeni mu shëndetësisë, tu jeni mu, edhe do më thonë një institucionalizëm I veçantë në atë kohë, paralel me ata. Paralel me ata. Tash kjo ka atë që është më thonë nuk shkon bashkë qashtu, nuk shkon bashkë qashtu që është mendojnë njerëzit, nuk është shku bashkë qashtu që është mendojnë njerëzit, se në konë aktiviteti për ditë që më konë, aktiviteti gjallë. Të më thonë, konë një kohë madhështore për mi këqyra ashtu, se përgatit lufta mas nej, përgatit lufta, zbashku me diasporin që sëtë shumë kush e kontestën. Ja, diaspora ka lutë një rol shumë të madhë, na paparët të tyne, që është mërnu këtu? Të më thonë, në konë pikpytje e madhë kruciale. E ata nga kanë, edhe unis lufta me kohën kërë dufke unis. Jënë kohën kërë kanë dashtë. Dikush të kume. Kalojmë të fotografia tjetër? Një pasion. Kjo në Kralen... Nga numrat e matematikës. Tash po këtheja ma petë në Kralen, po. Kishim aty. Tash në shkollë nërmole, kemi pas landën e muzikës, kemi pas, po thuj se landë ndër më të rëndësishmet. Është interesant. Shumë interesante kjo. Matematika, muzika, edhe jenë konë disa landë, cilat jenë konë, po thuj se kryesorët për neve. Edhe tash na dishim një ra vegla, kemi pas mësu në atë ko, ndjes pas profesori Shefqet Kazazi, o konë jashtë zakonshëm o konë.
pak për ne në zonë sa të koni rep. I fështirë për ka qenë, unë e kom pas një A, kohë ke drejtor në radio. A ki pas radio? Po, ka qenë shumë i fështirë. Ka qenë fiktiv. Do të thonë kur ju tek qashtu edhe u kryke si mastida, u kryke. Mirë po tash kur e mendoj, ai për të mirën tonë. Shumë. Edhe pe atjeshit e kom dashur edhe muzikën. Parimor ka qenë shumë. Parimor ka qenë shumë. Zakonshëm ka qenë. Analitik mas nej, me numra i këshur ka të Fiks edhe kjo, po. Ma riktheve 25 vjetë për para. Kalojmë te... E tash ky. Që ky... Mark Nikaj, Po. Koj shi joni. Po. E kom pas mësus një gjysmëvjetar. Po. Kur shkojnë Prishtinë, që tash një sofer e varfër, aty që shkojnë atë kohë, një kasetofon ma tonë. Po. Mark Nika, unë nuk muj, si thonë populata, si thonë popullit thjesht, nuk muj mi dal hakut. Për arsye se për çdo ditë lume, sa herë si bisha ka dera ati, ka i liber ma shtike në rësit. Si fe. Po. Atëherë i kom ledzu, mas pari i kom pas ledzu këto, në për herë të gjyshës, posta porositure, markrasnishit e këtyne... Lektyra shkollore. Po, Anton Qetës, në atë kohë lektyre shkollore, ta në me jep kemi shtike në kra, edhe unë mërëna dite isha i dytëru me ledzu. Ma vonë, librat si mi ka pru këpi Prishtine me dang. Ato krejt literatura atëherë që të vitët 30, kur e konë Gërbleshje, Postolje, janë konë ata autor në vajnë atë kohë. Autor që lexoshin me antje. Gërmina dashurisë. Janë konë një mëria së. Pse i stereospasës, se kom lexuar në atë kohë, jam konë në klasë 7-8. Kur e kom azuar shqiptarë se e kom lexuar, no? Ata u manetën se nuk e pritë që si unë ashiri kom lexuar, po kymi në padvonë. Qa do më thonë qëfar në mënyrë të natyrshme e ka kry misionin Po e ka kry. Do më thonë për shkak dashurisë që kish ndaj babës temë dhe meje, ai... Natyrshëm të ka lidh me librin? E pra. Pa e diti? Po, ma vonë atër unë prej shkolla aty si ushtrova matematikën me nëzonca për 10 vjetë, atër kom kalu për në studim kështu vetjak, studim të historisë dhe natyrisht edhe politikës pak. Shkenca politike, historike, filozofike. Edhe tash lexoj çatru. Më duken pak ma të pëlqen ajo fush? A nuk të bën nervoz nga njerë kjo historia jo në fundit që nuk u shpërfaq edhe në shkolla, për shembull, me njoft më mirë historinë e Kosovës së nxënësit tanë? Po na hala e kemi ato relikt të mbëshme të historisë, të më thonë hala janë do isha dhe të fëmija vogël, të mesa e me isha do si nuk janë të përshtatshme as për fëmijë. Të më thonë do qeshtë historike si... E kanë kry kohën e vetë. E kanë kry kohën e vetë edhe janë relikt i historisë që e kanë shkru Serbt, edhe Moska Beogradi. Neve nga kanë met hala ato. Ne hala në histori merrem me mite. Mitet janë pralla. Ato nuk qojnë ne në shtjellim shkencor të historisë. Edhe problematikave të kohës. Nuk i zbardhin çështjet historike. Këto sofrat e varfra, më pëlqeu si që thatë ju, të varfëra, por në brendi në sens kanë sjell shumë diskutime e shumë dashuri. Mirë po e thua, ashtu është. Po sigurisht, po këtu tash vika i për Prishtine, më dasht, nga të kohë kish atje një rrallë, lujke në Prishtinë, më dasht e shkojke në qytet, hajke pike, më dasht. Modestine ka pas. Po, vike të baba jam, mi pika i gotë, që aty shka ka qëllu, një grim, mish, turshi, edhe që. Një muhabeti ngrojë. Po një muhabeti, aty, do më thonë modestia. Modestia. Pavarësisht funksionit, modestia, ndjes post, unë nuk e harroj kur këtë njeri që ma ka dhonë atë shtytjen finale, si me thonë, me fut në kokë
se pa lexu nuk banë. Veç lexim, jeni mirënjohës dhe falenderues. Shohim fotografia tjetër? Foto të zgjedhura. Këtu jemi në tetor. Po. Të vitit 2000, ja? Jo, këtu jemi Po shihet viti këtu? Të vitit 2000. Po. Çka po bënte këtu LDP-ja? Takim elektoral apo? Kjo kërkoj falje. Kjo fotografi është shkrep kur kanë qenë zgjedhjet e para shtetërore. Komunalet i kemi pas në vitin 2000. Është fotografia kur u ndal rryma? A jo, tjetra është. Duket është edhe ajo. Edhe tash, këtu unë kom qenë moderator, edhe i kom paraqit këta deputet të ashëm. Po, kandidat. Kjo mbaj në qendër. Kandidat këtu në palat. Në palat, po, kjo ka qenë. Do më thonë, edhe rolin e moderatorit. Po, e ke provu? Në atë kohë kom provu këta shokët e mi. Hajden, ki nashta diksion pak ma të tasi edhe po. Prash, po. E shoh aty zonjën me Vlyte Saraçi. Me Vlyte Saraçi, Aqif Shehu edhe Halil Ahmeti. Halil Ahmeti. Ky është Halil Ahmeti. Po, ka qenë edhe për në këtë emision edhe profesori Ali. Pavarësi demokracie. Njeriu për cilën folëm. Po. Kalojmë te fotografia tjetër? A mos e te kalu? Ja, po shkojmë ngadal. Këtu është ai qasti. Po. Zgjedhjet e para, viti 2000. Komunale apo nacionale? Ja, komunale. Komunale, po. Pas qeverisë përkohshme. Po, na ishim grupi i kandidatëve për këshilltar, na tash ka përfshirë. Po. Që Kamberi, kjo Trashe Gashi. Ky trëndafil, çka ju simbolizonte? Nuk e di, dikush ne ka dhënë. Dikush prej në shenjë. Unë sot e kësaj dite nuk e di pse këta trëndafile edhe kush ne ka dhënë. Kush ja u dha, po. Po, kush ne dha. Dikush prej njerëzve pranishëm aty ishin për mi 40.000. Po, kishte shumë subjekte, kishte shumë konkurrencë, si sot jo. Po, kanë qenë konkurrencë, këtu ka qenë aleanca konkurrencë, ka qenë paka shumë Partia Demokratike e Kosovës, edhe ndoshta, nuk e di tash në atë kohë, a ka pas dhe ndonjë tjetër, kanë qenë dhe minoritarë. Po, veç pse ishin zgjedhjet e para të pas luftës se kanë pas atë fuqinë vetë parlamentare. Fuqi, madhështi, tani kanë pas se ishin zgjedhjet e para. Pas luftës, mas 17 mujsh të pushtetit instalum. Po, se isha i kombët bashku më koshe kone ta unë miku, mas 17 mujsh tash na vishim pushtet na. E merke për herë të parë, e merke populli. E merke të më thonë natyrisht. Politika jonë, partitë tonë. Dhe a fitove ti si asamblist asaj kohe? Po. Po, kom fitu, edhe kem pas fitu në LDK, kem pas dikun nja 20, në mos gabofsha, 26 këshilltar për i 45-ve. 41 në realitet ishin, po 3 ishin me instalim vishin ata minoritetit. Sot shojmë plot asamblist të cilët për një mandat të plot, për 4 vjet nuk dia flasin 4 herë. A ke qenë ti asamblist i zhurmshëm? Nuk kom qenë i zhurmshëm shumë. Parimor, apo ke dëgju dhe ti si kur këta të sot me disa? Unë për veti po thëmë, kom bo punë mjaftueshme për komunitetin. Dikun ja 14, në atë kohë, 14 elaborate, zhvillimore, të më thonë të komunitetit tema me i ka të shkaja, i kom pasju gjo që ishë një punë, po, natyrisht. Për qeverinë, Malush të Lumi në kemë pas. Kryeshef ekzekutiv ka qenë Malush të Shqip, po. Ka qenë njeriu i duhun vend duhun. Nuk ka diskutim, njeriu i duhun vend duhun. A edhe sot është ashtu punëtor, intelektual i veçantë është. E respektoj jashtëzakonisht. Mirë po për shkak të urtësisë, edhe temën, edhe të ati, edhe të urtësisë time, të ati, erdhëm të rana. Se nuk ishim konsugent, mi rujt që ato shka i kishim fitu. Nuk ishim konsugent, nuk ishim luftarak. Në atë kohë.
Pse nuk ishim na mushty me gjë kësa. Nuk mushim. Erdhen mas një kohë, erdhen plot kësi ndërprimtar të partive tjera dhe fillun ka dalë me një nuk po ndashtë. Ndryshuan gjërat. Kalojmë te fotografia tjetër. Megjithatë kontributi mbetet është fotografia që flet. Janë këput, qatë ditë janë këput. Ju ka këput mikrofoni presidentit, ai eci na metëm që aty me popull. Po. Që tu jemi dita por... Isha në raportim unë, punoja në radio, isha në raportim. Raportim dhe më kujtohet. S'pas në shkame. Dhe më duhet të raportoja se çfarë ndodhi. Këtu jemi dita e parë në ansambli. E punës, po. Po, konstituimi asambles, edhe mas, ose ka qenë pushimi, ose ka qenë përfundimi, unë jam në këtë krahën kënej, Sulejmoni, edhe ky Arber Zeneli. Arber Zeneli. Arberi është merret me këto noteri. Po. Arber Sadiku. Arber Sadiku. Arber Sadiku, noteri. Zeneli është baba. Baba, po. Faleminderit për korrigim. Mirë shumë. E tash ky Sulejmoni ka qenë përpara kryetari i Lashit. Po. Ilijës arsimtarëve, mbaj mend, po. Në kohën atë më të vështira. E vërtet. Edhe ka hongër dajak. Mirë. Ka qenë bashkë me Fetidashin edhe me këtë grupin, me po. Zef Osmanin. Po, mas lufte nuk u morën në konsiderat. Ashtu si që ishtë para lufte. Po. Vjen shumë keq, duhet mi përmend se ky njeri nuk është dasht me një nunë. Distancu, po, natyrisht. Qështu. Kalojmë te fotografia tjetër. Asu sasën hala, Ja, doli kjo familja. Kjo veç kom dash me të regu familjen, Po. 3 djemë të mi, zbashku, jemi konë një ndet atje në Ulqen jemi konë, bashk, këta ta shenë ka 40 vjesh këta, mashallah u koft, 40 vjesh i kanë në plesh, në dytë, unë e gruja, kështu që fotografi kujtimi. Ndihesh i kompletuar me këto që ke arritë në jetë sa i përket familjes? Po, ka dash zoti, po. Po. Ja, mirë është. Këta djemë që besa, kë djali i madh nuk kam mësu që ashtë fort, këta dytë jenë konë shkelqyshëm, këta dytë vëzhlit. Shkelqyshëm i konë pas. Po. Ky i Zeshkani, ky është në Amerikë tash. Po. Në Amerikë është jeton atje, punon edhe në ndihmon. Po, shumë. Në ndihmon, falënderes për ti. Shohim nëse kemi fotografi tjetër, edhe një fotografi tjetër. Këtu, mas martesës, këtu, nashta kanë pas kalu do kohë. E kom edhe i fotografi ma të re, do më thonë marisht, mas martesës, po kjo e gjeta që aty edhe bora, kjo, shoqja jeme, Luljeta. Çfarë ke mësu nga bashkëjetesa me zonjën? Si e ka emrin zonja? Luljet. Çfarë ke mësu nga bashkëjetesa me to? Çka të ka mësu jeta me jetu me to? Po tash është, nuk është ashta modeste me përmend, po kjo herë mas pari si bashkëshorte e falenderoj shumë. Ka qenë e përkushtume për mu edhe për fëmijët. Jashtëzakonisht si në onat. Plus, djemë të gjithë pandimis. S'kom shka thëmë, se dhe tjerë të thonë për gratë veta kështu, por e po thëmë, e kom pas kratë fort, më ka përkra sët poezit kur i shkruj, mas pa i lexon kjo, edhe jav jep. Edhe pse është me 8 vjeqare është. Po. Jav jep vizën kjo. Për ata dhe s'gudzoj fort me shkru për ato të mëshmet, nuk gudzoj fort me shkru se vje kesh fiksaj. Shumë e bukur. Vje kesh fiksaj. Për ndryshe dhe kjo ka do shkrime, i kom thonë me rëshkruj, ndihmoj ka pak, po pritën. Po pritën se dhe punë të përditshme. Natyrisht. Shofim nëse kemi fotografi tjera? Na ka ngelur? Jo, kjo është fotografia. Profesor, mënyrën më të mirë. 60 minuta diskutuam, u kthyem në kohë, sollëm shumë kujtime. Unë të falenderoj për këto rrëfime, këto momente që ndoshta ka kohë që si keni diskutuar, ha? Po sigurisht, kaq, dhe më thonë, shtershëm, e kaq me pasion, sigurisht si kom diskutu në jetën time.
Ju faleminderit shumë. Ja vleti, ja? Ja vleti, ju faleminderit shumë. Faleminderit juve, shëndet, suksese edhe prurje të reja, se këto në vargjeve ka që të bukra. Faleminderit shumë. Ju jeni një shtëpi mediatike që nuk punoni me interes. Ato a konvret mëti. As nuk punoni për klikime, as nuk punoni për famë, po detyrën e kryeni mirë. Faleminderit. E di këto, e di e një shpirt mirë se shoh në televizion, kur ju shoh juve, as jeni tanshëm, gjë që është me rëndësi të madhe. Një medium si ju nuk usat më koni anshëm me përkra një parti ose një individ. Jeni balansum, jeni drejt peshum, jeni të mirë, ju për kësaj. Faleminderit shumë e pas këtyre fjalëve të bukura të profesorit, unë do t'ju falenderoja dhe juve që në ndoqët, vazhdoni të jeni me programet tona dhe ju premtoj se do të takohemi edhe të martën e radhës me një tjetër personazh, si gjithmonë me personazhe që kanë çfarë të flasin e çfarë të tregojnë për të kaluarën e tyre ndër vite. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, e gjithsesi edhe të na propozoni emra, sepse ne mund të harrojmë dhe ju I keni njerëzit tuaj që kanë vend edhe do ta zënë vendin meritor në këtë emision. Mirëmbëjtje, natën e mirë.